Bregdeti, një simbol i lirisë, fuqisë dhe luksit. Një botë ku pasioni për eksplorimin takon teknologjinë dhe elegancën. Në këtë episod të Zero Milje, zbulojmë historinë e Menjacht Albania, porta shqiptare drejt disa prej markave më prestigjioze të jahteve dhe njerëzit që po sjellin një epokë të re të luksit detar në Adriatik. Ka vende që njihen nga historia dhe vende që njihen nga mënyra si jetojnë luksin. Sot Shqipëria po hyn në një kapitull të ri, një rivjerë që dikur ishte sekret, por që sot po tërheq vëmendjen e botës së jahteve. Dhe kur një kompani si Menjacht Group sjell në Shqipëri emra si Ferreti, Teknohull dhe të tjerë, ky nuk është vetëm një biznes. Është një shenjë që riviera shqiptare po ndryshon status. Dhe ndoshta nuk ka vend më simbolik për këtë se sa Porto Palermo, ku ne ndodhemi sot. Një gjë me histori, ku dikur ankoroheshin anije ushtarake, ndërsa sot ankorohen jahte dhe një tjetër ide për luksin në Shqipëri. Në botën ekskluzive të super jahteve, pak emra kanë lënë gjurmë aq të forta sa Menjacht Group. E themeluar në vitin 1994 nga sipërmarrësi sloven Mathias Murko, kompania nisi si një përfaqësuese e vetme e markës Pershing. Sot, ajo është ndruar në një nga rrjetet më të fuqishme të industrisë nautike në Evropën qendrore dhe Adriatik. Menjacht Group është themeluar nga Mathias Murko në 1994. Mathias ka qenë fan i Pershing dhe kontaktin e parë ka pas me jatet Pershing. Aty është, le të themi, emocionuar dhe nga shpejtësia dhe nga performanca e jateve Pershing. Në 1998 Pershing integrohet tek Ferreti Group dhe nga ky moment Menjacht merr dhe përfaqësinë e gjithë brandeve të Ferretit. Menjacht ndërtoi një perandori që shkon përtej shitjes së jahteve. Kompania ofron një eksperiencë të plot luksi, nga brokerimi dhe charteri, te menaxhimi dhe servisi i super jahteve. Në qendër të këtij suksesi qëndron Mathias Murko, një vizionar me më shumë se 3 dekada eksperiencë, i cili transformoi pasionin për detin në një markë elitare ndërkombëtare. Sot, përmes degëve si Menjacht Albania, kompania vazhdon të lidh tregjet rajonale me botën globale të luksit detar, duke mbetur si një simbol i ekselencës në industrinë e jahteve. My name is Mathias Murko. Unë jam Mathias Murko, jam CEO dhe themeluesi i Menjacht Group. Ne jemi një kompani që përfaqëson Ferreti Group në shumë vende në të gjithë Evropën, Evropën qendrore dhe lindore, në Ballkan, dhe një nga vendet ku përfaqësojmë këto varka të bukura është edhe Shqipëria. Ne jemi shumë të lumtur që jemi ndër kompanitë e para që filluam në Shqipëri, rreth viteve 2006-2007. Kur shitëm varkat tona të para në Bregdetin shqiptar. Duhet të pranoj që Shqipëria ka ndryshuar shumë këto 20 vitet e fundit dhe jam shumë i lumtur që shoh këtë zhvillim pozitiv në vendin tuaj. Positive development in your country. Çfarë do thotë të sjellësh një emër si Ferreti Group në Shqipëri? A është thjesht zgjerimi i një biznesi të suksesshëm apo një shenjë se riviera shqiptare po fiton vendin e saj në hartën e jahtingut luksoz ndërkombëtar? We are extremely proud to have. Jemi jashtëzakonisht krenar që kemi në portofolin ton të gjitha vendeve, edhe Shqipërinë. Menjacht ka një rrjet shumë të strukturuar shitjesh dhe shërbimi përgjatë gjithë Bregdetit Adriatik, duke filluar nga Slovenia, përmes gjithë Kroacisë, Malit të Zi dhe duke përfshirë edhe Shqipërinë. Markat tona janë ndër më të mirat në botë, si Riva, Pershing, Ferreti, Itama, Wally, Custom Line dhe të gjitha si Arend. Ne jemi duke pritur infrastrukturën e dur në Shqipëri, që do të na ndihmojë shumë të shesim edhe më shumë dhe të sjellim klientët tanë përfshirë edhe ata shqiptar. Në këtë Bregdet të bukur,
për ta shijuar dhe zbuluar atë. Coast to enjoy and to discover it. Për Matias Murko, themeluesin e Menjat Group, çfarë përfaqëson ky hap dhe sa i rëndësishëm është potenciali që ai sheh në brigjet shqiptare. The Albanian Riviera is beautiful. Riviera shqiptare është e bukur. Është një gur i çmuar që ende nuk është zbuluar nga familja detare. Ajo që na mungon tani është infrastruktura e marinave, siç e përmenda më parë. Për ta bërë më të lehtë lundrimin në Shqipëri, na duhen marina dhe projektet që po zhvillohen tani në Durrës dhe në vende të tjera po na japin shpresë të madhe se Shqipëria do të zhvillohet fuqishëm në këtë drejtim. Albania will develop strongly into this direction. I'm very optimistic. Jam shumë optimist që Shqipëria në 5 vitet e ardhshme do të zhvillojë gjithë këtë infrastrukturë dhe do të jemi në gjendje të ankorojmë dhe të sjellim këto jate të bukura, si kjo naveta 33 metra në të cilën jemi ulur tani, edhe në ujërat shqiptare. Also to the Albanian waters. Menjat Albania. Si pjesë e një rjeti prestigjioz evropian, kompania lidh tregun shqiptar me botën e superjahteve, duke ofruar jo vetëm mjete luksoze lundrimi, por një eksperiencë të plot që kombinon inovacionin, elegancën dhe pasionin për detin. Kjo është historia e një vizioni që po transformon mënyrën se si Shqipëria lidhet me luksin detar modern. Si erdhi bashkëpunimi i Menjat Group me Shqipërinë? Do shta ka qenë momenti dur, pra momenti timing, le të themi. Menjat Group, duke parë rritjen e interesit për zonën e Shqipërisë, pra rritjen e madhe të interesit për pjesën e industrisë lundrimit, kërkonte një partner të besueshëm dhe një partner me mundësi të mëdha në tregun shqiptar. Dhe nga ana tjetër, partnerët lokal, duke pas mundësi që të sillnin, pra që kishin xha një klientelë ekzistuese dhe u krijua kjo ura e ndërmjetme mes jateve luksoze të brandeve Ferreti dhe zhvillimit të rivjerës shqiptare. Dhe kështu lindi Menjat Albania. Në vitin 2021, nga dy shok që kanë një pasion të jashtëzakonshëm për detin, patjetër është akoma në hapat e parë. Ashtu siç është dhe kjo industri. Siç është dhe industria. Ky program është realizuar pikërisht në këtë periudhë në Shqipëri, sepse duket që kjo lloj industrie është në hapat e para, por shumë premtuese dhe shumë në zhvillim. Është një industri që është në rritje të vazhdueshme dhe është me premisa të jashtëzakonshme. Sa është rritur interesi shqiptarëve drejt kësaj lloj jetese apo kësaj mënyre pushimit? Rritja është surprizuese. Çdo vit që kalon ne shohim një interes të jashtëzakonshëm si për shitblerjen, si për marrjen me qira të jateve, pra industria e nautike ka një potencial të jashtëzakonshëm në Shqipëri. Dhe Shqipëria është në hapat e para tani. Ka një interes të shtuar dhe nga të huajt, patjetër për të ardhur për ta vizituar vendin tonë, ngjyre të ndryshme, sepse është dhe natyre pa eksploruar ende. Atyre u pëlqen që po zbulojnë diçka të re. Dhe kjo bën që të ketë shumë zhvillim, jo vetëm fusha e charterëve, dhënieve me qira, por edhe shitblerje, sidomos për momentin për mjetet e lundrimit si gomohet luksoze ose dhe jatet nga 15 deri 20 metra. Përmes bashkëpunimeve me prodhues prestigjioz ndërkombëtar, Menjat Albania ka sjellë në Shqipëri marka që kanë vendosur standarde të reja në botën e jahteve, nga jahtet luksoze italiane deri te super varkat sportive me performancë ekstreme. Portofoli i kompanisë përveçson disa prej emrave më të rëndësishëm të industrisë. Menjat Albania, sa brende tregton për momentin dhe është dealer i zyrtar? Menjat Albania tregton të gjitha brandet e grupit Ferreti dhe përveç brandeve të grupit Ferreti është përfaqësuese edhe për brandet e Menjat Group. Pra Menjat Group përveç përfaqësisë së Ferreti Group ka dhe dy produkte shumë të veçantë, siç është Teknohull dhe Belasi Burraska. Menjat Albania është sot
një nga referencat më serioze të tregut nautik shqiptar. Kompania është krijuar për të ofruar klientëve jo thjesht mjete lundrimi, por eksperienca të plota që përfshin shitje, konsulencë dhe shërbime premium. Përveç brandit Ferretti, janë brandet e tjera si Pershing, Itama, Wally, që është një nga brandet më avantgard për custom line dhe për mega yatet që është CRN, pjesë edhe kjo e grupit Ferretti. Shqipëria ndërkohë po shkon drejt një jetë pak ndryshe, pushimi ndryshe, drejt jetesës në një jahtë dhe të bërit pushime në një jahtë. Dhe në fakt, kesh një jahtë apo ta zotrosh ose qoftë dhe ta marrësh me qira për të lundruar për disa ditë pushimi, do të thotë që të kesh shtëpinë me vete dhe ti të vendosesh ku të duash dhe të shijosh gjire të pafundme. Në këtë rast, Ferretti, çfarë modelesh ka sjell? Pikërisht ideja e jahtit Ferretti është ideja e një vile në ujë. Pra, gjithë ndërtimi, mënyra se si arredohet një jaht Ferretti ose mënyra se si pozicionohet në treg është ideja e një vile në ujë. Pra, Ferretti nuk lufton që të duket si një jaht pompoz nëpër marina, por është një jaht që mbas goxha kohë që ti jeton me të, ti e kupton se sa perfekt është. Kjo është filozofia e jahteve Ferretti. Prej më shumë se 5 dekadash, Ferretti ka qenë një simbol i luksit italian në det. Një markë që ka ndërtuar reputacionin e saj, duke kombinuar mjeshtrinë artizanale, inovacionin teknologjik dhe elegancën e përjetshme. Dhe dalim konkretisht në këtë jaht Ferretti, i cili është prodhimi i vitit 2022, do doja shumë që ta eksploronim dhe të bënim një tur në gjithë jahtin, por më parë të themi 2-3 gjëra fakte interesante në lidhje me këtë mjet. Ky është një Ferretti 720, si në gjatësi dhe në konfigurim ndoshta është mjeti më perfekt për rivierën shqiptare. Pra, nuk është i gjatësive të mëdha që të kesh problem për ankorimin dhe ka hapësira shumë të mira edhe për të tuar brenda në jahtë. Një jaht si Ferretti 720 i vitit 2022 është interesant sepse përfaqëson shumë më tepër se sa luksin klasik në det. Së pari është dizajni italian, çdo detaj nga linjat e jashtme deri tek interiori është menduar si një vilë moderne mbi ujë. Minimalizëm, materiale premium, drita natyrale dhe shumë elegancë. Një tjetër gjë interesante është dhe mënyra si kombinohet privatësia me jetën sociale. Ka zona shumë intime për pronarët, gjithashtu edhe për të ftuarit, por dhe hapësira të mëdha të jashtme për parti, për parperëndimin, për darka romantike, por gjithashtu dhe për jetesën tipike mesdhetare në det. Brenda, filozofia e Ferrettit merr një dimension tjetër. Zemra e jahtit është salloni kryesor, hapësira të mëdha, pamje panoramike dhe një atmosferë që të bën të harrosh se ndodhesh në det. Impresionues interieri i këtij Ferretti, goxha i bollshëm. I bollshëm dhe po ta vesh re çdo material është premium, duke filluar nga cilësia e drurit, mermeri, dekorat, pra çdo detaj është premium. Breeze. Ka një emër shumë të bukur, i cili në fakt aq sa tingëllon në anglisht, po themi është dhe në shqip, se është ajo brizi i mëngjesit, Flat i mëngjesit. Është një jaht i cili është konfiguruar nga ju apo është i marr? Është bler i gatshëm. Pra është bler i gatshëm, është jaht 22.5 metra, me një gjerësi diku 5.6 metra. Dhe është një jaht me gjatësi perfekte për brigjet tona. Po sa persona mban një jaht i tillë? Akomodon 8 vet, pra ka 4 kabina. Kabina e pronarit të jahtit është patjetër më e madhe.
është një kabinë VIP, pra me krevat dopjo dhe 2 kabina teke me nga 2 krevat. Pra 8 vetë akomodohen normalisht. Çdo ambient është krijuar për të ofruar rehatim maksimale, qoftë edhe për momente relaksi, qoftë për pritjen e miqve dhe familjes. Kjo është pjesa e ngrënjes. Pjesa e ngrënjes, po. Pjesa e tavolinës bashkë me 8 karrige për 8 persona. Dhe njëkohësisht këtu është e integruar edhe pjesa e kuzhinës. Një tip ishulli, nëse të ishim në një shtëpi të zakonshme. Me të gjitha pajisjet e nevojshme, pra furra, pianura, frigoriferi integruar, gjitha të integruara në mënyrë perfekte. Pra, çfarëdo lloj gjëje që të nevojitet përgatim, është e mundshme të gatuash çdo gjë. Po, dhe ndërkohë ke shtëpinë me veten në mes të detit. Ndërkohë ke vilën me veten në mes detit. Në kuvertën e poshtme ndodhen hapësirat private. Kabina master ofron luks, privatësi dhe qetësi absolute, duke rivalizuar suitat e hoteleve më prestigjioze në botë. Kur është krijuar Ferreti 720, është menduar që të bëhet një penthouse lundrues në det. Pikërisht. Tu brenda ne shohim pikërisht ato që Ferreti do të bëj, pra si një penthouse në det. Jemi në kabinën e kryesore, jemi në kabinën e pronarit, e cila shtrihet në të gjithë gjersinë e jatit. Kemi garderobën, pra ka garderobën e brendshme, tualetin. Gjithashtu ajo që të bën përshtypje janë dritaret anësore, të cilat janë goxha të mëdha. Është tipike e Ferretit. Pra dritaret e mëdha me dritë natyrale është tipike e jateve të Ferretit. Pra është një ambient ku mund të ulesh dhe të shijosh detin nga kjo dritare panoramike. Por ndoshta vendi ku përjetohet më mirë filozofia e Ferretit është në kuvertën e sipërme. Një hapësirë e krijuar për të shijuar horizontin, detin dhe lirinë që vetëm lundrimi mund të ofrojë. Kjo është zona e Flybridge-it. Kjo është zona e Flybridge-it dhe kjo është zemra sociale e jatit. Këtu ndodhin eksperiencat. Pra kjo është zona perfekte. Këtë pjesë mund ta përdorësh për navigim, këtë pjesë mund ta përdorësh gjatë perëndimit të diellit për të pirë një gotë. Po, pse jo edhe një parti i vogël. Gjithashtu këtu ka afër edhe kapitenin. Këtu kam afër edhe kapitenin. Është kapiten Klausi. Ndoshta kapiteni më i ri në Shqipëri dhe ndoshta edhe ndër më të mirët. Patjetër ta intervistojmë dhe kapiten Klausin për të kuptuar pak më shumë nga eksperienca që ka ai me një Ferreti. Me një Ferreti, me një brand të tillë. Pas pak, pas timonit do të jetë Edlira, e cila do të marrë kontrollin e një prej jahteve më prestigjioze të markës italiane. Franco, edhe sa metra ka Speranza? Edhe 5 metra. Nisemi? Nisemi. Rikthehemi për të përjetuar atë që e bën vërtet të veçantë Ferreti 720, eksperiencë në lundrim. Në këtë pjesë të dytë, Edlira do të zbulojë nga afër fuqinë, teknologjinë dhe ndjesinë e lirisë që ofron ky jaht luksoz në det të hapur. Jam këtu me kapiten Klausin, i cili në fakt është shumë i ri në moshë, por ka vite që merret me këtë punë. Sa vjeç je Klaus? Unë jam 20 vjeç dhe kam rreth 3 vite që merrem me jahte. Nisi si një pasion i trashëguar nga babai yt apo ishte një dëshirë e jotja? Gjithmonë ka qenë pasioni për detin, se dhe prej babait që ka punuar shumë vite në det, me anije transporti, tash i punon me agjenci detare në Durrës, dhe ka qenë gjithmonë dëshira për detin dhe për skafet. 3 vitet e fundit kam filluar ke jatet. Unë kam rreth 10 vjet që i vogël kam filluar me skafe. Kemi pas një skaf të vogël që dilshin nga gjiu Durrësit. Dhe më pas fillova punë këtu tek Menjat, këto 3 vitet e fundit. Ke Menjat kam pas fatin që ka shumë skafe të rinj, edhe që kam provu shumë modele, si Technohull Alfa 50 me 5 motora. Vjet kam pas Pershing 5X, ka qenë një skaf shumë i bukur i shpejt. Dhe këtë vit jam me Ferretin 720. Çfarë ndryshimi ka Pershing nga Ferreti për ty? Prodhohen të dy nga Ferreti Group. Pershing është më sportiv, është pa Flybridge, skaf më i shpejt, ndërsa Ferreti 720 ka një gjatësi më të madhe
është më luksos. Sa I manovrueshëm është Ferreti 720 për ty si kapiten I saj, apo dhe për antarët e bordit? Ferreti 720 është nga jatet e ri luksos, I cili ka sistemin elektrik të navigimit shumë të avancuar, është SIM-rad, I cili kanë përbërje të tij hartat elektronike, GPS-in, AIS-in të inkorporuar në një pajisje. E bën më të kollajshme për navigatorin që të udhëtojë dhe të manovrojë. Është e pajisur me sistemin me linjë aksi, e cila ka 2 motora MAN V8, të cilët prodhojnë rreth 1200 kuaj secili. Është e pajisur me bow thruster, ndryshe helik bashi, ose dhe stern thruster, helikën e kiçit. Ka të bëjë edhe joystiku, që është një opsion shumë I veçantë, I cili I ka të gjitha këto të inkorporuar bashkë dhe mund ta përdori dhe pronarët, është më I lehtë në manovrim. Më pëlqen fakti kësaj që thua mund ta përdorin dhe pronarët, pasi pak më vonë do doja që të më instruktoje pak edhe ta drejtoja dhe unë. Ka pasur një moment vështirë për ty në këto vite në det? Një moment I vështirë ka qenë duke u kthyer nga Paxos, duke lundruar për Sarand, ka qenë era veri perëndim, shpejtësi shumë e madhe edhe në pat ndodh që pat ardhur një dallgë dhe pat lëviz pak antenat, po me pjesëtarët e ekuipazhit të menaxhuam, ulëm shpejtësinë dhe arritëm destinacion. Sa I rëndësishëm është ekuipazhi për kapitenin? Pra duhet të kesh një lidhje të fortë ti me ta? Ekuipazhi luan një rol kyç ke manovrimi dhe ke kapiteni, sepse në disa vende ato janë sy edhe veshët, sepse nuk shikon çdo gjë. Me gjithë teknologjinë avancuar që kanë mjetet e ditëve të sotme, prap njeriu nuk del asnjëherë jashtë loje. Gjithmonë duhet për të ndihmuar kapitenin që të ketë një lundrim të mbar dhe sa më të qetë për pasagjerët. Dhe me që po flasim për stafin, sa persona nevojiten për një lundrim të qetë, edhe ashtu siç duhet? Në këtë jatë ku ndodhemi për momentin, nevojiten 2 ekuipazh minimumi, kapiteni dhe një marinar. Franco, edhe sa metra ka Speranca? Edhe 5 metra. Nisemi? Nisemi. Deri në sa nyje shkon ky Ferreti? Ferreti ky model me këto motora që ka, shkon deri në 28 milje detare. Deri 28? Okej. Sa është thellësia në zonën ku jemi? 68.2 metra. 68.2 metra. Ta kthemi çik se kena me merak këto gurët. Okej. Shoh që ka shumë stabilizim si mjet, megjithëse unë me joystickun kthe këtej, kthe andej, Ky skaf është I pajisur me 2 pajisje të cilat quhen sea keeper, të cilat mundsojnë stabilizimin e skafit. Ja, po ta shikojmë tash, detin e kemi 3, e kemi në bord, edhe prap skafi nuk e ndjen shumë. Një këshill kur të ankorohemi, sepse tani do të ankorohemi në det, nuk do të akostohemi pranë marinës. Çfarë këshille do më jepje? Pra çfarë manovrash duhet bëj? Manovër se ne do shkojmë dhe do jellim Spirancën. Duhet ulim shpejtësinë, të rrotullojmë skafin dhe t'i vëmë bashin erës. Bashi është pjesa përpara e skafit, maja. Do ta drejtojmë nga era dhe më pas do ulim Spirancën dhe do fillojmë të shkojmë mbrapa. Atëherë mendoj që jemi në pozicionin e duhur për të shijuar pak pjesën e Kalasa Lipashës, edhe pak na ka mbetur për të shkuar në vilin e Are. Në botën e mjeteve detare me performancë të lartë, pak marka kanë arritur të sfidojnë standardet tradicionale si Teknohull. E lindur në Greqi dhe e njohur sot në tregjet ndërkombëtare, marka është bërë sinonimi I inovacionit, shpejtësisë dhe kontrollit absolut në det. E përfaqësuar në Shqipëri nga Men Yacht Albania, Teknohull po sjell një gjenerat të re ribesh premium, të projektuara për ata që kërkojnë më shumë se një mjet lundrimi. Erdhi momenti të flasim për Teknohull, këtë super brand që shqiptarët e duan shumë. Flasim pak për Teknohull dhe Men Yacht Group.
Pra ky binom i rëndësishëm fakt tashmë dhe për Shqipërinë. Po, tani është bërë duet shumë interesant. Pra me ardhjen e Menjat në Shqipëri erdhi dhe Teknohulli. Teknohulli është një nga brandet më të famshme në sektorin e gomoneve me performancë lartë. Është një brand që ka lindur në Greqi dhe fokusohet tek performanca e lartë dhe njëkohësisht dhe tek luksi dhe është brand që ka rekorde për shpejtësi dhe shuhet për ecjen stabil në det të trazuar. Pse e duan shqiptarët kaq shumë Teknohullin dhe pse shohim kaq shumë Teknohull në brigjet tona gjatë verës? Shqiptarët patjetër duan më të mirën, pra duan shpejtësinë, pra duan adrenalinën, duan njëkohësisht dhe luksin. Brandi Teknohulli përmbledh shumë mirë. Teknohull Explorer 40 është një rip 12.1 metra i ndërtuar për ata që kërkojnë performancë pa sakrifikuar luksin dhe komoditetin. Me dizajnin karakteristik agresiv, trupin e avancuar Dynastream dhe motor që mund të çojnë deri në mbi 55 nyje, ai ofron stabilitet, siguri dhe një eksperiencë drejtimi që rivalizon shumë sportboat shumë më të mëdha. Ditën e sotme jemi në një Teknohull Explorer 40. Po. Çfarë karakteristikash ka një mjet i tillë dhe pse është po themi ndër më të mirët, përderisa edhe ne sot po e provojmë në det. Explorer 40 është një mjet ëndrrimi 12 metra, që është për gomone, për sektorin e gomones është i konsiderueshëm si gjatësi dhe kombinon dhe performancën dhe komoditetin. Pra nëse do ta përdorësh për shpejtësi dhe për adrenalin, mund ta përdorësh shumë lehtë dhe njëkohësisht është shumë komod për udhëtimet në le të themi në distancat tona. Në distancat shkurtra. Në distancat shkurtra. Pra mbase nga një gjë në tjetrin apo nga një ishull në tjetrin, megjithëse ne nuk kemi shumë ishuj, po përderisa ka lindur në Greqi si brand, ka qenë një nevojë e asaj lloj zone që ata kanë të transportit nga ishulli në ishull për kalime të shkurtra dhe të shpejta. Teknohulli Explorer 40 mund të konfigurohet me 2 ose 3 motor. Në rastin ton kemi 2 motor 450 që bëjnë 900 kuaj fuqi. Është shumë komod dhe ka dhe kabinën në pjesën e brendshme të mjetit me tualet dhe gjithashtu në pjesën e përparme pjesa e sunbedit. Në zemër të çdo Teknohull qëndron elementi që e ka bërë markën të famshme në mbar botën. Hulli revolucionar. Rezultati i viteve të kërkimit dhe zhvillimit. Ai është projektuar për të prerë dallgët me efikasitet maksimal, duke reduktuar rezistencën dhe duke rritur stabilitetin. Diçka që shumë interesante tek Teknohull është edhe teknologjia në drejtimin e këtij mjeti. Pra është një teknologji goxha e avancuar. Teknohull përdor teknologjinë më të mirë të mundshme për sa i përket jo vetëm drejtimit, gjithë sistemeve që përdor Teknohull dhe veçantia e Teknohull është pjesa e hullit ose karena që themi ne, ka formën e deep V, pra V të thellë, që bën që edhe në shpejtësi shumë të larta, mjeti të jetë shumë stabil në ecje. Ka jet ski të shpejta, ka jet ski luksoze dhe pastaj është Velasi Burraska. E krijuar dhe e ndërtuar me dorë në Austri, Burraska përfaqëson një kategori më vete që prodhuesi e quajnë Marine Hypercraft, me një motor turbo 1602 kubiksh që zhvillon 320 kuaj fuqi. Ajo është ndër personal watercraftet më të fuqishme dhe më ekskluzive të prodhuara ndonjëherë. Çdo njësi përbëhet nga mbi 2000 komponent dhe kërkon më shumë se 100 orë pune manuale për t'u ndërtuar. Me shpejtësi që arrin rreth 125 km/h dhe për shpejtim mbreslënës, Burraska ofron emocione të ngjashme me ato të një super makine, por mbi ujë. Dhe ekskluziviteti i saj është po aq i jashtëzakonshëm sa performanca. Sipas një testi të specializuar të vitit 2023, deri në atë moment ishin shitur vetëm rreth
140 njësi në mbar botën, duke e bërë burraskan një nga jet skit më të rralla në planet. Menjat Group, çfarë ofron për klientelën e saj? Pra mundesh të vish të konfigurosh, të blesh jashtë, çartërim, çfarë ofron? Menjat Group dhe Menjat Albania njëkohësisht operon në pothuajse në gjithë sektorët që kanë lidhje me jetën det, duke filluar nga shitblerja e jateve të reja, shitblerja e jateve të përdorura, këshillimi ose broker për shitjen e jateve të klientëve, organizimi i eventeve që kanë lidhje panajire, që kanë lidhje me mjetet lundruese. Pra nëse dikush dëshiron të blej një ferreti, vjen pranë ambienteve tuaja dhe bën konfigurimin e jahtit apo mjetit tij lundrues sipas dëshirave që ai ka. Dhe më pas, nëse ai e përdor disa vite dhe duhet ta rishes, juve i ndihmoni me këto procese? Patjetër, po. Ky është një proces standard për ne. Pra sikur bëhet fjalë për mjete lundruese të reja, siç është ferreti, walli, Pershing, po edhe për mjete lundruese të përdorura. Menjat ka në stok një numër të madh mjetesh të përdorura dhe nëse një klient mbas disa vitesh interesohet për ta ndruar ose për të marrë diçka më të re, Menjat është faktor kryesor për të bërë këtë proces. Pra Menjat Albania funksionon njësoj sikur të jetë Menjat Group, ata ju asistojnë për çdo lloj procesi që juve ju nevojitet për të pasur akses. Gjithashtu kanë nevojë panajire të ndryshme. Panajiret janë pjesë thelbësore e aktivitetit të grupit. Pra nëpërmjet panajireve klientët njohin jatet, shohin teknologjinë e re, pra kuptojnë si funksionojnë modelet e reja ose më mirë të themi ambientohen me jatet dhe me hapësirat e tyre të brendshme. Nga riva te ferreti, nga teknohull te konceptet më moderne të lundrimit, çdo emër që mban Menjat Albania përfaqëson një standard të ndërtuar mbi luksin, teknologjinë dhe pasionin për detin. Por përtej markave dhe motorëve, është një filozofi më e madhe. Të sjellësh në Shqipëri kulturën globale të jahteve, të lidhësh njerëzit me detin në mënyrën më ekskluzive dhe më të avancuar. Deri në episodin e ardhshëm të Zero Milje, vazhdoni të eksploroni, vazhdoni të sfidoni veten dhe mos harroni, horizonti është vetëm fillimi.